12.000 shko dhe shite vete, për një paget, ti i shit më plak. I shit ti e më zemra, s'ke qa po. Nuk shes, as familje nuk e shes, si ti, për ca klikime. Një pak qak ma kompjuter. Si, për klikime kam shitun familjen? Po, e ke bërë. Që shky plerë më? Nuk se i me smurë aty, të luftu për jetën dika ky. Qa është ky mërë, qa janë të njerës mërë? Ja mërë 2 lekë i vogël. Ta të regoj 2 lekë në ty, ta bëj -1. O zar, o 2 lekë. Ose të ndosë nuk kesh. Ka shit familje për klikime kjo, a? Po, e ka bërë. Ti qa problemi ke, ti ke shit murin. Ka? është hera dytë më që e bëm. Herën e parë kalu jo po e thash kështu okay. Ule i thash s'ka problem, dha ta ku m'fal. Mos u merr më. Unë po toja çuni, po çuni jo, të qa bon çuni? I ha çuni? Jo, unë të thash unë çuni, thash. Merda aty, edhe më the, qa ka çuni do qifqi, ka pa lidhje. Po qifqi, di qa janë qifqi to vlla. As më intereson fare, Are di ti qa janë qifqi. Me cilin ti e the. E ka përsëritur shumë herë, pa fund, do çuni këtë, do çuni atë, do çuni këtë, do çuni atë. Përballja ime me këtë gjë ishte kush çun Kelly, e do këtë gjë, se unë nuk kam çun. Do merresh më me çunin e me grupin. Ato i nxorë veti. Po zbytsh. Do merresh më me çunin me Valbonën, si nxorë. Skuti vogël. Do të t'kapqë pa tjetër, nuk e dija i fryrë nga Valbona dhe Ola me cilat po rrinte, edhe përmendja e gruas nga ana ime ishte për t'i thënë një simbol për të personifikuar njerëzit me cilët Kelly po rrinte. Do të shit jashtë ajo dera, po për kokta ti çuni më. Gruan e ka me kancer, tha dhe ti vjen dhe ma përmend. Sot s'ke për t'pjet tjetë birë. Ja pas me derge për shku me qajtë sot. Ja të regoj unë klikime dhe familjes time. Ti s'kem shirë për familje time. Më regu, asus do kem shirë për time. Largohje putë ladhiku. Largohja shpirtin e zi këti njeri. Lej nerva që shkë? A i lume nerva dhe mija, dhe shi, unë do gjej një mënyrë të lujmë atë. Kuse rrugë për familjen time, ano, kuse rrugë për gjumën e këti. O gërhitëso, o fejko, o cinik, o arrogant, o arrogant, o njëri që qesh në fatësin e tjetër, njëri që përmen familje. Denigrus! Shani, Bokti, denigro femrat, po nuk është shembull për të mbajtur. Në qoftë se publiku pëlqen këto lloj njerëzish, unë nuk e di çfarë të them, sinqerisht. Nuk e di, ti me të fut të burgu burrave është problem. Kujdes me lafet. Po i them lafet kujdes. Ti kujdes me lafet, kujdes. Me lafet. Pinxo. Me lafologjin. Kujdes. Pinxuk. Qëllë i kërmili që është. Si sepje, kështu është. Ta që shova në një banane fluturuse, të të visi bumerang. Aj, më mirë se ke afer. Në çdo gjë që ata nxjerrin nga goja apo shikimet që kanë me njëri tjetrin, janë rreth kësaj hipotezës së orientimit seksual të njerëzve që për ta qenë ka e rëndësishme ta dikan për mua. Po bëhet pak e rënduar kjo gjëja këtu. Viserdo. Po, Ledion. Atëherë, dua ta nis me që nuk është sqaruar, ndoshta për banorët e tjerë që vinë dhe më drejtojnë gishtin me akuza, që nga hera e parë, që nga goja ime ka dalë kjo pjesa e kush çun e dashka këtë qifqiun që Kelly po na thoka që do na e bëka. Qifqi janë qoftë. Pak rëndësi ka që janë, ti erdhe të ma thuash në një konotacion që ti vetë di, unë nuk jam ti të jap zë për çfarë erdhe të ma thuash, më lejo të mbaroj të lutem edhe pastaj mund të kesh kontate. Dhe Ledion, momentin që më shqasur me këtë pyetjen qa ka çunit unë do i bëj qifqi unë e të tjera me radhë, kam qenë tek kuzhina dhe
nuk ja kisha iden fare, sepse kemi qenë në ditët tona të para, nuk ja kisha iden fare, a kishte Kelly fëmijë, një minutë të lutem, një minutë. Sepse Kelly pretendon që qenë ka kusht që në ditën e parë që të katër ne kemi hyrë këtu, Kelly, Rizarta, unë dhe Ola, unë ta kisha mendjen tek prezantimi Kellyt, ndërkohë që për mua, për post faktit që ishte diçka e re që po hyja këtu, e kisha mendjen dhe tek prezantimi im dhe vetëm aty, dhe në njohjen e banorëve tjerë. Në moment që Kelly më afrohet, më qaset me këtë pyetjen e përsëritur, i bëj pyetjen kush çun, sepse unë nuk kam një të tillë. A ke ti? Dhe madje kam pyetur apo ke vajzë, se nuk e dija, thjesht ç'a dëgjoheshe nëpër shtëpi ishte që Kelly na pas ka një fëmijë, po nuk ja thash fare me atë konotacion. Dhe vjen Valbona me përshëndetjet e saja që e pyet Kellyn si e ka emrin çuni dhe nis dhe lobon përshëndesim çunin e Kellyt me këtë emër që nuk do ta lejojmë që ta shajnë të tjera me radhë që s'kishte fare të bënte me çfarë unë zora nga goja ime. Dhe pas kësaj pasuam tek fjalia që unë i thash për të personifikuar Olën dhe Bonën që po e frynin në vesh me fjale, me gjëra, i them Kellyt, nuk e mbaj mend sakt tekstualisht çfarë, por paka shumë me fjalë të tjera. I them një sekond të lutem, i them Kellyt që ndoshta këto që ke këtu afër janë të vetmet që po ta varin, femrat e vetme që po ta varin, ndoshta në këtë shtëpi për të qasur, sepse i tillë qenë këti në momentin që mendon që unë po përdor këtë gjën. Një minutë, të lutem. Visero, që të mos shpërndahemi me histori. Një moment, Kelly, të lutem. Ajo dhe realisht do kisha dëshiruar dhe preferuar që kur të jepja fjalën ta kishe nisur pikërisht me këtë. Ne të gjithë ishim dëshmitar të një momenti të jetë personal, shumë të bukur, i cili na dha forcë të gjithëve të martën. Dhe ti zgjedh një moment të lutem. Visero, jo, unë e di që Visero, unë duhet sa ke për ta përqafuar dhe jam kthyer prapë në ajo që unë dua të kuptoj është si mundet që pas atij momenti me cilin ti me të drejtë tuaj që unë jam prekur dhe kam qarë, ti thuash për shkak se Kelly, që mund të kishte patur 1.001 të zeza në qasjen karshit teje, ti thuash diçka aq të rëndë sa që është fjalia ti shet familjen për klikime, të cilën realisht do më duhet të ma shpjegosh, sepse unë nuk e kuptoj çfarë do të thotë. Nuk e kuptoj çfarë do të thotë të shesësh familjen për klikime dhe ku hynte Kelly lidhur me këtë fjalë. Ta sqaroj unë. Atëherë, në momentin që Kelly, Valbona dhe Ola ndodheshin aty... Ore, po tot një ditë për ikua jo, më lërë, të sqarojmë. Një ditë mbrapa. A do ta dëgjosh? Ore, nuk kam çfarë nevojë të dëgjoj më. Më lërë pra ta sqaroj. Po pyetem unë, kur të kesh kohën tënde sqaro ti. Po sqarojmë unë. Ore, kuptove këtë gjën që ndodhi, Ledion Kelly e ka vendosur mbi supet e mia për 4 ditë rresht, duke më stresuar për diçka që unë nuk e kisha nxjerr nga goja me atë konotacion. Jemi para 120 kamera. Vetëm për mua, një sekond, mbyllë gojën, një sekond, shut up, po flasun. Jo, Visero, nuk i thuhet një zonje, shut up. Mund t'i thuash në shpinë tënde, mund t'i thuash një zonje shata. Jo, Dhe në momentin që unë kërkoj të sqarojmë për diçka, ka ishte delikate. Atëherë sqarohu pa i thënë një zonje shata. Po mos më ndërhyj, Jo, kur jam unë këtu. Po mimo, ndërhyn nuk është era parë që ndërhyn dikush. Patjetër, tani Kelly ka pasur shumë momente për të qasur me mua, për ta diskutuar, për të marrë një përgjigje apo dhe një kërkesë falje nga ana ime, sepse kurse si nuk kam dashur. Një minutë. Ti kërkojmë ti. Që ta kërkoja unë për aty. E marrë vesh, po pse arritet tek ajo fjali, unë këtë dua të kuptoj. Unë e marrë vesh që ai mund të ketë bërë. Kam qenë Ledion në debat me disa prej banorëve te Koltuku, jashtë në obor, dhe vjen Kelly me hipotezat e tia që unë qenë kam njëri i shitur, që unë qenë kam 2 leksh, dhe në momentin që e dëgjoj duke zhurmuar je i shitur, ishte diçka që më shkau,
por që ishte në fund të ditës një konstatim të asaj që mua më ka rënduar për 4 ditë në supe, kur ka pasur grupime, që ta kuptoj, duke më akuzuar për gjërat e tyre. Ti ke qenë shumë i prekur nga mënyra se si Kelly është sjell me ty, dhe për ta lënduar mbrapsht dhe diçka që ishte aq e rëndë. Absolutisht, në asnjë moment nuk e kam paramenduar për ta lënduar, në atë moment doja thjesht që të pushonte, sepse kisha debatin me disa njerëz të tjerë aty dhe me fjalët që nxirrte nga goja dhe zhurmusin që bënte, i shitur, më shkau në ato momente dhe jam shprehur tek Danja që doja t'i kërkoja falje sepse ajo gjëja më shkau. Nuk është se ja thash me paramendim. Por ka qenë një konstatim në fund të ditës sepse mua më ka rënduar mbi supe 4 ditë. Diçka që nuk e thash me ato konotacion, por në fjalët e Bonës Kelly e interpretoi në mënyrë të tillë. Jam dakord, po e di cili është ndryshimi, domethënë që të kuptosh, konstatimi është diçka që presupozohet, pra që të konstatosh diçka si fillim duhet të ketë ndodhur ajo gjëja. Patjetër dhe ka ndodhur, Ledion. Jo, duhet të ketë ndodhur familjen time për klikime. Duhet të ketë ndodhur gjëja. Ja ta shpjegoj, përdorimi i situatës kur nuk. Cile situatë? Po pra, kësaj që ndodhi këtu. Ora nuk po flasim për po flasim për situatën një ditë më përpara. Mendimet dhe të shprehen dhe të dëgjosh edhe ti çfarë un kam dashur të bëj. Mos të morr vesh vëlla, vazhdo. Po mos e merr vesh, po e shpjegoj për një publik aty që i shef gjitha. Atëherë Ledion, në momentin që ky njeri nuk kishte tendencën të vinte të sqaroheshe me mua drejt për drejt, por gjente rastin grupime më rrethonin dhe më vinin gishtin me akuzat e tyre, ishte ky që dilte aty edhe ti ke bërë këtë, ti ke bërë atë, ndërkohë që Kellit i kam dhënë shumë hapësira për të ardhur tek unë drejt për drejt dhe për të sqaruar për këtë gjë që nuk e ka bërë. Dhe në momentin që e përdor në të tillë mënyrë këtë situatë, po kërkon situatë, nuk do shpjegim nga ana ime, sepse logjikisht e ka kuptuar çka kam dashur në tënd, që s'ja kam thënë asnjë lloj konotacioni të keq. Përpara se t'ja jap Kellit fjalën, e kam shumë të rëndësishme që të kuptoni, sepse ndonjëherë e harroni dhe me këtë terminologjinë loja, situata, e ku di unë se çfarë, harroni ndonjëherë që kjo nuk është një lojë që e luaj njerëz me ca leva, me ca kabla dhe komandojnë ca figura të cilat nuk kanë as mish, as shpirt, as ndjenjë, as njerëz të cilët i duan dhe i duhen nga jashtë. Dhe duke qenë që çdo gjë doni ta vishni me situata, loja, ku di unë se çfarë, harroni ndonjëherë se çfarë jeni duke thënë dhe se çfarë rëndese ka ajo gjëja. Visero. Ledion, më fal. Unë do doja shumë që sa që ke qenë i prekur me të drejtë për fyerjet të cilat kanë një nuancë seksiste, të vije pak veten tënde, sepse ti e pe zonjën e Kellit, ti e pe djalin e Kellit, i vure një fytyrë, nuk janë më as koncepte në tru, janë njerëz që i ke parë me sy. Si mundesh që pas asaj... Ka ndodhur në po të njëjtën ditë, Ledion, jo, ka ndodhur para dhe në darkë Kelly kishte takimin. Ishte një ditë mbrapa surprizë se. Jo, nuk ka qenë kështu. Qa ma shtrushi. Ishte një ditë pas. Ledion, vajnë më që ka qenë atë ditë. Në qofsha gabim, se nuk dua të gaboj, por mbaj mend që ka qenë atë ditë. Është një mbrëmje më vonë, Visero. Fill pas të nesër mes Kelly ishte ai që më erdhi me tenxherën për të më zgjuar në mëngjes dhe që bëri po nuk ka qenë ajo ditë aty. Po i ditë përpara më ka qenë. Ka qenë. Ka qenë një ditë e primit që ti takove. Jo, Visero, që ta sqarojmë. Ka qenë mbrëmja e të mërkurës. Mbrëmja e të mërkurës. Por gjithsesi je gabim, po ta them që je gabim. Që ajo gjëja më shkau. Shiko, Visero, do ishte më e kollajt që këtë gjën që thua më shkau, në vend që ta fusje në trurin tënd, në vend që të prisje orë të tëra, në vend që të vinte Danja dhe thoshte kërkoj falje se nuk është mirë, ta bëje që në fillim, më vjen keq dhe kaj se e te prova. Shumë e ndershme. Ishte duke fjetur Kelly kur unë shkova për ta marrë dhe i ka tek Danja për t'i thënë, erdha për t'i kërkuar falje, sepse ajo gjëja më shkau, por është duke fjetur dhe nuk dua ta zgjoj. Okej, dakor,
Edhe një, Ledion, kam përpara një person që vetëm denigron, nuk është puna tek familje ime. Denigron, ju në denigroj. Olën i thot, ti mua ju s'më bëni asnjë gjë, më prisi me lule. Ti me këm hapur, i tregon pazaret e saj, nga aty dhe kur i sport. Meru me situatën tënde, a e ke të rëndësishme ti familjen, mos u merë ti me atë, a e ke të rëndësishme pra, shpjegohu me mua për situatën tonë, lëri këta tjerët këtu, shpjegohu me mua për situatën tonë. Kemi të bëjmë me një person që denigron femrat, denigron familjet e lëri ti denigrime, ti qas ke thënë aty për mua, edhe denigro ka mu njerëzit këtu. Dhe nuk ka as guximin vit kërkoj falje, po ama faljen do ta marrë sugjerim nga dikush tjetër. Mos u bëj hipokrit. Kelly, a keni qenë ti, Shkëlzeni, po edhe çunat të tjerë aty brenda korrekt në raport me çfarë i keni thënë Viseros? Jo, nuk kam qenë korrekt. Ai ka qenë totalisht reagimi im mbasi atij situate. Ky djali mos presi një reagim të pashtë nga ana ime, ku ti përmend familjen time, ku 24 orë më përpara kalova një super situatë dhe u kënaqa. Sigurisht shpirti plot. Dhe 24 orë më mbrapa, ky zotëri këtu vjen dhe të përmend familjen. Unë konstatoj që ti po shet familjen për klikime, po kush je ti më? Jo, nuk thash unë konstatoj. Ti e ke vënë mbi supet e mia 4 ditë diçka që unë s'kam thënë. Jo me bidona zgjosh, jo me tenxhere. Po ti është me nxjerr jashtë me ceremoni. Të kishe dashur. Ty është me nxjerr jashtë me ceremoni. Të sqaroheshe, më kishe kapur vetëm. Në këtë shtëpi, një herë përmend familjen dhe doli me zak zi buri unë. Një herë përmend familja dhe iku me zak zi, jo si puna jote. Pankartën tënde. Qa pankartën, më qa të thashun ty? Nëse ti do kishe dashur të sqaroheshe me mua pas atyre. Por e më shabe ti më nuk qajta unë, si të s'ki qërojë më ty. Në asnjë moment ke ardhur ti tek unë me qifqiun tënd që të bëf të mirë. Dhe pastaj ka 3 javë, ka 3 javë ai motë. E ke gabim këtë. Të e ke gabim. Shumë gabim. Për ta mbyllur. Akademia do hedhësh ti baltën tënde. Si baltën time? Për ta mbyllur. Shumë gabim. Dgjoni. Shumë gabim me mua. Për ta mbyllur, do doja. Sillni një psikolog, më kam seriozisht. Psikologun e ka aty ai Kelly mos e prit më mia. Unë sa mor vesh. Shikoni, ka një gjë. Dhe këtë e kam me çunat edhe kush çun e ndjen vetëm pjesë të kësaj. Ka djem që e shohin këtë program, të cilët janë të ndryshëm nga djemt se si mendojmë ne se si duhet të jenë djemt. Dhe mënyra se si ndonjëherë ju me qëllim apo pa qëllim, këtë nuk dua ta diskutoj fare, i qaseni Viseros për shkak se është ashtu si që është, me ato karakteristika fizike dhe emocionale, do doja të ishit më të kujdesshëm për shkakun se çfarë mesazhi përcjellni në publik. Unë e kuptoj, Kelly, në rastin tënd, nuk e kam për momentin se si u qase mbas asaj që Visero tha, por edhe në ditët përpara kësaj, ti, Shkëlzeni dhe të tjerë aty, kam bërë, nuk po them në asnjë moment që Visero nuk është i tepruar me ato që thotë. Jo, unë jam vetë person që është ju, secili prej jush do duhet të përfaqësojë një model më të mirë se sa modelet të cilat janë në shoqëri dhe që i dënojmë për sjellje jo të mira karshi të ndryshmëve. Nuk kemi pse të jemi gjithë njësoj. Nuk kam asnjë lloj problemi ndaj sjelljes ti tjetë si ti doj e bardha zemër. Po ke problem, Kelly, ke problem kur i thua do të hedh një banane të fluturoj, nuk je për burgun e burrave, po je për të grave, pra këto janë gjëra që... Për denigrimin që i bën femrave. Po të lidhi ka lidhi me raportet e mia, kujt femrave? Gjithë femrave më shpi, asa i fute duart në ushqimore. E ke shumë gabim, a i s'është denigrim, mo, unë marrëdhënie me pjatën, me atë mbyllë ti se s'ke pun fare, me atë s'ke pun fare ti. Me fjarët më ofenduse. Po raportet e një përmend familjen. Nëse kam pasur një person këtu, që unë kam pasur debate pak më të larta, për cilat ndoshta nuk jam krenar për ndonjë fjalë më tepër, ka qenë me Olën, por Ola e para nuk personifikon gjithë femrat e shtëpisë. Por janë 6 femra nga 5 i ke ofenduar. Ola për mua është banore. Të gjitha i ke ofenduar, një nga një Ola. Jemi ulur, kemi zgjidhur ne raportin tonë. Ti mund të jesh si të dush më mirë. Qofsh me nerë. Por nuk ke pse diskrediton edhe
Nuk ke pse diskrediton dhe nuk ke pse shan femrat të shpejt. Uroj që të keni një moment reflektimi edhe të kuptoni se çfarë u tha sot me rëndesën që unë nuk e di, domethënë uroj që ta keni për të ndruar pak regjistër, dëgjoni, Aldo Rizarta, qarë po ndodhë mes jush? Jam vetëm unë që i kam parë, apo? Jo vetëm ti, jo. I bashkohem edhe unë. I bashkohesh dhe ti, Ozi, Mos më lenin balë. Rizarta. Po çfarë keni parë? Jo, i qas gjë. Ama, ndo një kërcim. Se me zi po shoh unë, do me thënë. Edhe ti me zi po she, Me zi a? po shoh dhe unë. Po pse më Rizarta si nuk she ti? O, nuk e di. Po ti mos e ki mendjen të lash enët. Po dikush duhet ta bëj, këtë vërtet dikush duhet ta bëj edhe ka qelluar të jem unë këtë ditë. Shiko, për mendimin tim, hapi syt. Po, përpiqem, po këtë gjën kështu kam dashur ta shoh pak me më shumë kujdes. Po ç'kujdes o Rizarta se je gocë e re, kujdes është më vonë. Tani s'ka kujdes. Të drejtë ke. Jo, po dukeni simpatik do poja simpatik, po kaq, vetëm kaq. Faleminderit Ledion. Faleminderit Ledion. Edhe unë ju falenderoj juve që na dhuroni ca momente pa të bërtitura edhe, si me thënë, shiko, mund ta bind vllajën e madh që t'ju sjell për shembull ndonjërin t'ju bëj leksione nga këto kërcimet spanjolle, a? Shumë mirë dhe ishte. Sinqerisht dhe ishte jo, po shumë mirë. Atë kemi në kërcim se kemi shumë të Do t'i them, do t'i hedh një fjalë, se nuk i dihet e LBT më dëgjon. Jo se Shkëlzeni është keq, domethënë Shkëlzeni sado që nuk ka diplomë për... Shiko, Shkëlzeni është mirë, po deri ke belly dancer, aty, jo, ke këto latinet, aty pastaj çalon pak, çalon. Kemi një mekanizëm të ri nominime sonte, kështu që do të vite kjo pas pak. Mbyllim lidhjen me shtëpinë, siç edhe e keni marrë vesh nga promo, një mënyrë e re se si do të bëhen nominimet sonte, ju pret pas kësaj shkëputjeve.